Kreshma e madhe në kishën ortodokse. Të gjeta ty o Zoti im i braktisur i aruar, si një varg të padrejtim i braktisur. Erdhi koha, o shpirti im. Erdhi koha. Nëse do që të njohësh veten, qenien dhe rrugtimin tënd, nga vjen dhe ku duhet të prehesh, nëse është jetë çka po jetojmë apo duhet të përmirësohemi. Fillo punën, o shpirti im. Duhet të pastrosh jetën tënde. Kërko Perëndin dhe misteret e tij. Shiko se cila ishte më parë bota. Çfarë ofronte për ty? Nga vjen dhe cili është marshimi i saj. Fillo punën, o shpirt. Duhet të pastrosh jetën tënde. Si qeveris Perëndia? Si e mban universin e tërë? Përse lëvizje këtu dhe atje prehje? Sa për ne na rrëmben rryma e jetës. Fillo punën, o shpirti im. Mos shiko veç Perëndis. Çka ishte krenari më përpara, sot u bë turpi im. Cila është lidhja ime me jetën? Edhe cili është fundi i kësaj lidhjeje? Ndriço, o shpirti im. Shpërndaj çdo lehthitje. Fillo punën, o shpirti im. Mos ju dorëzo dhimbjes. O mishemi në imanin e Zotit tim, atje ka paqe dhe qetësi dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Të dashur dëgjues të radios Ngjallja, sot do të flasim për temën Kreshma e madhe në kishën ortodokse. Dhe kur flasim për kreshmën, nuk flasim thjesht për një periudhë agjërimi apo për një traditë të lashtë që përsëritet çdo vit. Kreshma është një nga kohët më të shenjta dhe më të thella të jetës krishtare. Ajo është një udhëtim shpirtëror, një kohë pendimi, pastrimi dhe përgatitje për festën më të madhe të besimit ton, ngjalljen e Krishtit. Për kishën ortodokse, kreshma është një pranverë shpirtërore. Ashtu si natyra zgjohet pas dimrit, edhe shpirti i njeriut thirret të zgjohet nga plogështia, nga mëkati, nga largësia me Zotin. Është periudha kur kisha nëfton të ndalemi, të reflektojmë dhe të kthehemi me gjithë zemër drejt Perëndis. Kreshma nuk është vetëm një çështje ushqimi. Ajo është një mënyrë jetese për disa javë, ku agjërimi, lutja, bamirësia dhe pendimi ecin së bashku. Në shërbesat e kësaj kohe, dëgjojmë më shumë thirrje për përulësi, falje, për kthim të sinqert. Himnet janë më të thella, më të qeta, më therrse për ndërgjegje, sepse synojnë të prekin zemrën. Në traditën ortodokse, kreshma është një shkollë shpirtërore. Është koha kur besimtari mëson të luftojë pasionet, të disiplinojë trupin dhe të pastrojë mendjen. Është një bashkëudhtim me Krishtin drejt kryqit, që të mund të arrijmë me të në dritën e ngjalljes. Kisha nuk e sheh kreshmën si barr, por si dhuratë. Ajo është një mundësi e re çdo vit për të filluar nga e para, për të rregulluar atë që është prishur, për të shëruar atë që është plagosur, për të forcuar atë që është dobësuar. Prandaj, për kishën ortodokse, kreshma është kohë hiri, është kohë kthimi, është kohë transformimi, dhe mbi të gjitha është kohë dashurie. Sepse çdo përpjekje që bëjmë gjatë saj ka një qëllim të vetëm: të afrohemi më shumë me Krishtin dhe të përgatisim zemrën për gëzimin e madh të Pashkës. Teje vrapoj si e marë, kjo varg e mjere. Ola, nëse do të pyesim një të ri se çfarë është kreshma, ndoshta do të thoshte: është periudha kur nuk hahet mish. Dikush tjetër mund të thoshte: është diçka për të moshuarit. Dhe disa ndoshta mund të mendojnë se është një traditë e vjetër që nuk ka lidhje me jetën moderne. Por kreshma është shumë më tepër. Ajo nuk është thjesht një ndryshim ushqimi, nuk është dietë, nuk është zakon folklorik. Ajo është një udhëtim i brendshëm, një kthim në shtëpi, një pastrim i zemrës. Është koha kur kisha na thërrej të ndalojmë, të reflektojmë dhe të pyesim veten: ku jam në marrëdhënien time me Zotin? Ku po shkon jeta ime? Çfarë mbjell në shpirtin tim? Të rinjt sot jetojnë në një realitet shumë të ndërlikuar. Jeta është e mbushur me zhurmë, me presion, me krahasime të vazhdueshme në rrjetet sociale, me tundime të forta dhe me një ndjenjë boshllëku që shpesh fshihet pas buzëqeshjeve. Shumë të rinj ndihen të lodhur, të shpërndar, të paqëndrueshëm. Pikërisht këtu hyn kreshma. Ajo si një ndalesë shpirtërore, si një moment kur thua mjaft me shpërqendrime.
Dua të dëgjoj zërin e ndërgjegjes sime. Agjërimi që fillon me ushimin është në fakt një stërvitje e vullnetit. Kur njeri mëson të thot jo një pjate, ai fillon të mësoj të thot jo dhe një tundimi. Kur mëson të përmbahet nga një dëshirë e vogël, ai forcohet për t'i përballuar sfidat më të mëdha. Kreshma është si një palestër shpirtërore. Nuk e forcon trupin, por forcon shpirtin. Dhe një shpirt i fortë është arma më e madhe kundër dobësive të kësaj bote. Por kreshma nuk ka vlerë nëse mbetet vetëm në stomak. Nëse dikush nuk ka mish, por vazhdon të gjykojë, të përgojojë, të zemërohet dhe të mbajë inat, atëherë ai ka ndryshuar menun, por jo zemrën. Shën Johan Gojardi thotë që agjërimi i vërtet është largimi nga e keqja, është mbyllja e gojës nga fjalët e liga, është falja e atij që na ka lënduar, është zgjatja e dorës ndaj atij që ka nevojë. Kreshma na mëson për ulësinë, na mëson se nuk jemi aq të fortë sa mendojmë. Kur fillojmë të agjërojmë, menjëherë dalin në pa dobësitë tona. Nervozizmi, padurimi, dëshira për rehati. Dhe pikërisht, aty fillon betejë e vërtet. Kreshma është pasqyrë që na tregon kush jemi realisht. Ola duhet të ndalem tek historia më e fuqishme që kisha na e vendos përpara gjatë kreshmës. Historia e Shën Marisë Egjiptiane. Ajo ishte një vajzë e re që në adoleshencë u zhyt në mëkate të mëdha. Jetoi për vite të tëra larg Zotit, duke ndjekur pasionet dhe dëshirat pa kufi. Në pamje të jashtme mund të duhej e lirë, por në të vërtet ishte slave e pasioneve të saj. Një ditë kur shkoi në Jeruzalem dhe tentoi të hynte në kishën e varrit të shenjtë, një forcë e padukshme ndaloi. Të gjithë hynin, ajo jo. Ajo ndjeu për herë të parë peshën e gjendjes së saj shpirtërore. Aty kuptoi se mëkati e kishte izoluar nga hiri. Me lot në sy, ju lut hylinces dhe premtoi ndryshim jete. Dhe ajo nuk bëri një ndryshim të vogël. U largua në shkret të tjerë dhe jetoi për dekada në pendim, agjërim dhe lutje. Nga një jetë e shturur, u bë një dritë për mbar kishën. Historia e saj u flet të rinjve me një mesazh të qartë. Nuk ka rënje që Zoti mund ta shërojë. Nuk ka errësirë që pendimi mund ta ndriçojë. Imanit të përshpëtim, e ture vrare dërmuar, drejt imanit të përshpëtim. E janë o mishë mina. Gjej, unë do doja të flisja për një figurë të madhe të kishës sonë, që është Shën Antoni i Madh. I ri në mosh, a i dëgjoj fjalën e ungjillit dhe vendosi ta marrë seriozisht. U tërhoq në shkretë të tirë dhe për vite të tëra u përball me tundime të forta, me mendime të errta dhe me frikra. Jeta e tij nuk ishte e lehtë, ishte luftë, por nga kjo luftë ai doli i ndriçuar. Fytyra e tij, thon etrit, rrezatonte paqe, sepse paqja nuk vjen nga mungesa e betejës, por nga fitimi i saj. Të rinjt sot luftojnë me tundime të tjera, por thelbi është i njëjtë. Lufta është për zemrën, për pastërtinë, për drejtimin e jetës. Dhe kreshma është koha kur kjo luftë bëhet e ndërgjegjshme. Por është shumë e rëndësishme të kuptojmë se kreshma nuk mbahet sipas dëshirës personale apo sipas krenarisë. Ajo mbahet me bekim dhe me udhëzim. Prifti, ati shpirtëror, është ai që na ndihmon të gjejmë masën e duhur, sepse qëllimi nuk është të dëmtojmë trupin, por të shërojmë shpirtin. Ekstremizmi nuk është shenjtëri, bindja dhe përullësia janë rruga e sigurt. Një njeri që vendos ta jetojë seriozisht kreshmën, fillon të shohë ndryshime të vogla por të thella, fillon të kontrollojë më shumë fjalët, fillon të mendojë para se të veprojë, fillon të kërkojë falje më lehtë, fillon të kuptojë se gëzimi i vërtet nuk është në konsum, por në paqe. Dhe kur vjen nata e Pashkës, kur dëgohet thirrja "Eja ni merrni dritë", ai që ka luftuar gjatë kreshmës e përjeton ndryshe. Nuk është thjesht një ceremoni, është një ngjallje e brendshme. Është ndjesia se diçka ka ndryshuar, se zemra është më e butë, se shpirti është më i pastër. Të dashur të rinj që na dëgjoni, mos e shikoni kreshmën si barr, shikojeni si mundësi. Është koha kur Zoti afrohet shumë pranë. Është koha kur zemra zbutet më lehtë. Është koha kur pendimi bëhet dritë dhe jo turp. Le ta bëjmë këtë kreshmë me vedije, me përullësi, me këshillim nga kisha, me lutje të sinqertë dhe le të heqim dorë jo vetëm nga ushqimi, por nga krenaria, nga inati, nga egoizmi. Le të fitojmë jo vetëm disiplinë, por dashuri, sepse në fund të fundit, qëllimi i kreshmës nuk është uria e trupit, por ngopja e shpirtit me Krishtin.
Le të ndalemi sot në diçka shumë konkrete, Ola. Si duhet ta mbajmë kreshmën? Kush na udhëzon? Çfarë të mira që reale sjell ajo në jetën tonë? Së pari, kreshma nuk mbahet me kokë fortësi, as me mendimin do ta bëj sipas mënyrës sime. Kreshma është përvojë e kishës. Ajo nuk është shpikje personale, por traditë e shenjtë e jetuar nga shenjtor dhe nga etrit nga breza të tërë besimtarësh. Prandaj, mënyra si e mbajmë duhet të jetë në bindje dhe përullësi. Kreshma fillon me një vendim të brendshëm. Dua të ndryshoj diçka në jetën time. Dua të afrohem më shumë me Zotin. Pak të dëshirë të sinqert, çdo rregull mbetet formalitet. Agjërimi ushqimor është pjesa më e dukshme. Kisha na mëson të heqim dorë nga mishi, bulmeti dhe ushqimet e yndyrshme sipas rregullit të saj. Por kjo nuk mund të bëhet për të dëmtuar trupin, as për të provuar forcën tonë, por për të disiplinuar dëshirën. Trupi mëson të bindet që shpirti të forcohet, por nëse kreshma mbetet vetëm në ushqim, ajo është e mangët. Ajo duhet të shoqërohet me lutje më të thellë, me pjesëmarrje më të shpeshtë në shërbesat e kishës, me lexim të shkrimit të shenjtë, me rrëfime, me përpjekje për të falur dhe për të kërkuar falje. Një i ri mund të thotë: unë jam në shkollë, në punë, kam angazhime, si ta mbaj? Pikërisht këtu fillon bukuria e kreshmës. Nuk është çështje kohe e lirë, por çështje prioriteti. Mund të fillosh me gjëra konkrete. Të ulësh kohën në rrjete sociale, të kontrollosh fjalorin, të mos reagosh me nervozizëm. To janë forma shumë reale agjërimi. Por këtu lind një pyetje shumë e rëndësishme. Kush mund të na udhëzojë? Kreshma nuk mbahet pa bekim. Udhërfyesi ynë është kisha, dhe konkretisht ati shpirtëror. Çdo njeri ka kushte të ndryshme. Një i ri i shëndetshëm mund të mbajë një rregull më të plotë. Një person me probleme shëndetësore ka nevojë për lehtësim. Një student në periudhë provimesh mund të ketë një rregull të përshtatur. Për këtë arsye, bindja ndaj këshillës së priftit është thelbësore. Bindja nuk është dobësi. Ajo është siguri. Kur ne veprojmë me bekim, kemi paqe. Kur veprojmë me ego, shpesh përfundojmë në krenari ose lodhje të tepërt. Kreshma nuk është gar asketizmi. Nuk është për të dukur para të tjerëve. Është marrëdhënie personale me Zotin. Gjej, tani le të flasim për të mirat që sjell kreshma. E mira e parë është forca e brendshme. Kur ti mëson të kontrollosh veten në gjëra të vogla, bëhesh më i fortë në gjëra të mëdha. Një i ri që përmbahet gjatë kreshmës do ta ketë më të lehtë të përballojë tundimet morale, presionin e shoqërisë, zgjedhjet e vështira të jetës. E mira e dytë është qetësia. Agjërimi dhe lutja sjellin një lloj paqeje që nuk vjen nga argëtimi apo shpërshëndrimi. Është një paqe e thellë, e heshtur, një ndjenjë se je në vendin e duhur, në rrugën e duhur. E mira e tretë është pastrimi i zemrës. Kur përpiqesh të mos mbash inat, kur përpiqesh të falësh, kur përmbahesh nga gjykimi, zemra fillon të zbutet. Dhe një zemër e zbutur është një zemër që mund të ndjejë dashuri të vërtetë. E mira e katërt është afërsia me Krishtin. Kreshma është ecje me të drejt kryqit. Kur ne sakrifikojmë diçka nga vetja, qoftë edhe të vogël, ne hyjmë në përvojën e sakrificës. Dhe kjo na bashkon më thellë me atë që u sakrifikuar për ne. E mira e pestë është gëzimi i Pashkës. Ai që jeton kreshmën me ndërgjegje e përjeton gjallje ndryshe. Nuk është thjesht traditë apo festë familjare. Është një shpërthim drite brenda zemrës. Është ndjenja se ke kaluar një udhëtim dhe ke dalë më i pastër. Të dashur të rinj, kreshma nuk është kufizim, por çlirim. Nuk është errësirë, por përgatitje për dritë. Nuk është trishtim, por rrugë drejt gëzimit të vërtet. Mbajeni me përullësi, me këshillim, me sinqeritet. Mos u tremni nga rënjet. Çdo ditë është një fillim i ri, dhe në fund qëllimi nuk është të themi e mbajta kreshmën, por të mund të themi zemra ime është më pranë Krisht. Limanin e Zotit tim, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Dashur dëgjues, sidomos ju të rinj që na dëgjoni sot, ndoshta pyetja më e sinqertë që mund të bëni është kjo: çfarë fitoj unë nga kreshma? Çfarë më jep ajo realisht? A ndryshon diçka konkrete në jetën time? Le ta themi më qartë. Kreshma nuk është një zakon i vjetër që mbahet vetëm sepse kështu e kemi traditën.
Ajo është një mjet shërimi, është një ilaç shpirtëror, që kisha e ka ruajtur ndër shekuj, sepse e di sa shumë nevojë ka njeriu për pastrim, për rregullim të brendshëm, për kthim në ekuilibër. Kreshma na bën mirë sepse na çliron nga sllavëria e dëshirave. Ne mendojmë se jemi të lirë, por shpesh jemi të varur nga shumë gjëra të vogla, nga ushqimi, nga telefoni, nga rrjetet sociale, nga mendimi të tjerëve, nga dëshira për të dukur. Kur fillon kreshma dhe ti vendos të kufizosh veten, ndodh diçka shumë e çuditshme. Kupton sa i lidhur je. Kur përpiqesh të përmbahesh, sheh sa shpejt zemërohesh, sa shpejt bezdisesh, sa e vështirë është të thuash jo. Dhe pikërisht këtu fillon liria e vërtet. Kreshma na mëson të kontrollojmë veten. Dhe një iri që di të kontrolloj veten, është një iri i fortë. Ai nuk bie lehtë në tundime, nuk manipulohet lehtë, nuk tërhiqet nga çdo mod apo presion shoqëror. Agjërimi forcon vullnetin, dhe vullneti i fortë është thelbi i një karakteri të fortë. Kreshma na bën mirë sepse pastron mendjen. Kur ne ha më thjesht, jetojmë më thjesht, flasim më pak dhe lutemi më shumë, mendja fillon të qetësohet. Sot, shumë të rinj vuajnë nga shpërqendrimi i vazhdueshëm. Mendja gjithmonë është e mbushur me zhurmë, video, lajme, komente, krahasime, ankth. Kreshma si një pastrim i brendshëm është një heshtje e shëndetshme, dhe në atë heshtje, njeriu fillon të dëgjojë ndërgjegjen e vet, fillon të kuptojë veten më mirë. Kreshma na bën mirë sepse shëron zemrën. Shumë prej nesh mbajmë inate brenda. Plag, zhgënjime, agjërimi nuk është vetëm të heqësh dorë nga ushqimi, por të heqësh dorë nga urrëtia. Kur përpiqesh të falësh, kur përpiqesh të mos kthesh fjalë për fjalë, kur përpiqesh të përmbahesh nga gjykimi, zemra fillon dhe zbutet, dhe një zemër e butë është një zemër e shëndetshme. Një tjetër e mirë e madhe është se kreshma na mëson për ulësinë. Ne jetojmë në një kohë ku krenaria u shihet çdo ditë. Çdo gjë sillet rreth unë. Unë dua, unë mendoj, unë meritoj. Por kreshma na vendos përballë një të vërtete. Ne kemi nevojë për Zotin. Nuk jemi të plotfuqishëm, nuk jemi të përsosur. Kur bie në dobësi gjatë agjërimit, kur e shikon që nuk e mban dot gjithmonë rregullin siç duhet, atëherë fillon të kuptosh sa shumë ke nevojë për hirin e Perëndis. Dhe kjo është një e mirë e madhe, sepse për ulësia hap derën e hirit. Kreshma na bën mirë edhe në marrëdhëniet tona. Një iri që përpiqet të jetojë kreshmën seriozisht, bëhet më i kujdesshëm me fjalët, më i duruar me familjen, më i përgjegjshëm me miqt. Kur ti përpiqesh të jetosh me ndërgjegje, kjo reflektohet kudo, në shtëpi, në shkollë, në punë. Njerëzit fillojnë të shohin një ndryshim, ndoshta të vogël, por real. Një e mirë shumë e madhe është se kreshma na mëson të japim. Kur ne heqim diçka nga vetja, krijohet hapësirë për tjetrin. Paratë që kur sem nga ushqimi, mund të bëhen ndihmë për dikën në nevojë. Koha që heqim nga argëtimet e tepërta, mund të bëhet kohë lutjeje ose vizitë për një të sëmurë. Gjithashtu, kreshma na zhvendos nga egoizmi drejt dashurisë konkrete, por mbi të gjitha, kreshma na bën mirë sepse na afron me Krishtin. Ajo është një bashkëudhëtim me të, drejt kryqit dhe ngjalljes. Kur ne agjërojmë, lutemi dhe përpiqemi të pastrojmë jetën tonë, ne po i afrohemi atij që agjëroi për ne, që u sakrifikua për ne. Dhe në këtë afrim ndodh diçka shumë e thellë. Zemra mbushet me paqe që nuk blihet dhe nuk imitohet. Një iri që jeton kreshmën me sinqeritet mund mos të bëhet i përsosur brenda 40 ditëve, por ai mund të bëhet më i ndërgjegjshëm, më i fortë, më i qetë, më i thellë. Dhe kjo është një fitore e madhe. Kreshma nuk heq lumturinë. Ajo na mëson ku është lumturia e vërtet. Nuk është në teprim, por në mas. Ajo nuk është në konsum, por në përmbajtje. Nuk është egoizëm, por në dashuri. Dhe kur arrin Pashka, kur dëgjojmë Krishti unë gjallë, atëherë është gëzimi i vërtet, sepse kemi kaluar një pastrim, një betejë, një rrugëtim. Dhe zemra e përgatitur e përjeton gjalljen si dritë e brendshme, jo vetëm si festë e jashtme. Prandaj të dashur të rinj, kreshma është për ne, është për forcën tonë, për pastërtinë tonë, për të ardhmen tonë, është një investim shpirtëror që jep fryte për gjithë jetën. Drejteje vrapoj si e marë, kjo varke mjere shpirti tim. Shën Grigori i Naziancit.
zgjohu ti që fle, dhe ringjallur prej së vdekurish, dhe Krishti do të shndrisë mbi ty. Perëndia i tha profetit: ja pushimi, jepini pushim të lodhurit. Jepe këtë prehje o njeri, dhe nuk do të kesh nevojë për më fal. Prej të pikëlluarit, vizito të sëmurët, kujdesu për të varfrit. Edhe kjo është lutje. Dhe të siguroj, miku im, sa herë që një njeri e bën kështu prehjen e Perëndis, kjo është lutje. Je kujdesshëm, miku im. Nëse paraqitet para teje diçka e pëlqyeshme për Perëndin, mos thuaj është koha për lutje. Do të lutem dhe këtë gjë do ta bëj pastaj. Duke pritur që të përfundosh lutjen, ajo që i ka pëlqyer Perëndis, tashmë ka fluturuar. Në këtë mënyrë e ke humbur rastin për të bërë vullnetin dhe dëshirën e Perëndis. Bëj atë çka i pëlqen Perëndis. Kjo do të thotë të lutesh. Dëgjoj fjalën e apostullit, sepse po ta gjykojmë veten tonë, nuk do të gjykoheshim. Gjykoje me veten tënde atë që po të them. Nëse nisesh për një udhëtim të largët dhe për shkak të vapës ke etje, dhe nëse takon një vëlla dhe i thua: "Më shuaj etjen që po më mundon", dhe ai do të përgjigjet: "Është ora e lutjes. Do shkoj të lutem dhe pastaj do të kthehem tek ti." Duke pritur mëshirën e tij dhe kthimin e tij, ti do të vdesësh nga etja. Si do duket kjo? Cila është zgjidhja më e mirë për ty? Që ai të shkojë të lutet apo të qetësoj vuajtjen tënde? Çdo pi do të ketë lutja e atij që nuk e lehtëson vuajtjen e të afërmit. A nuk tha vetë Zoti se do të gjykohemi në bazë të veprave tona? Këto fjalë që të thash, kur bëjmë vullnetin e Perëndis, kjo është lutje, më duken me shumë vlerë. Por kjo nuk do të thotë ta lësh lutjen. As mos u dorëzo mërzitjes, sipas fjalëve të Zotit. Lutuni dhe mos u plogështoni. Rizgjuar, do boje larg teje për gjumje dhe dembelizmin. Ji vigjilent natë e ditë dhe mos u dorëzo shkurajimit. Faleminderit që ishit sot me ne. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Kreshma e madhe në Kishën Ortodokse. Pace dhe gjetësi, dhe shpresë